një situatë kërë unë Dafina kemi bashkë me lu biznesin, ne jemi ftu në shumë intervista, në fillim sepse nuk ka pas shumë gra ndërmarrëse, jo në shërbime, dhe dhanë. Ka qenë shumë karakteristike dhe shumë shpesh jemi ftu në intervistë dhe na kanë pyet si ndihesh si grua në biznes. Edhe unë gjithmonë kam thënë nuk është ndonjë ndjenjë posaçme, shko në punë, përfundon punën, ke obligim ke me marrë vendim dhe kthehesh njësoj si një burr. Do të thonë thjesht ke obligime ditore që duhesh t'i bësh. Po normalisht që do të thonë ne si gra, sidomos do të thonë edhe në shoqërinë tonë, ka tendenca, do të thonë të konsiderohet apo të ketë dyshime se si një grua do të udhëheq, për shkak të mënyrës tonë se ka dallime dhe shkencërisht, një gjë që unë e kam ligjëruar gjatë, mënyrën se si ne udhëheqim dallon, dhe mendoj që është shumë në rregull dhe ne duhet të dallojmë. Nisemi nga biologjia dhe vazhdojmë tutje. Pikërisht. Diskutohet unë gjithmonë e them kështu. Edhe në fakt duhet të jemi ndryshe, dhe unë jem pra asaj, as unë dua të marr vendim të veproj si një burr, jem shumë rehat me feminitetin. Po në anën tjetër, do të thanë normalisht që është edhe pse do të thanë tek ne në këtë do të thanë rotarianët mua personalisht më respektojnë shumë dhe unë ndihem shumë rehat, po kur flasin në përgjithësi për një grua udhëheqëse jashtë këtyre konteksteve tjera, pritja është gjithmonë më e madhe që do të thanë një grua apo nganjëherë është dyshimi, si dhe unë e gjej veten shumë shpesh në situata si udhëheqëse edhe në vendin e punës. Realisht që nga njerë në gjatë i bisedet të thjesht ka personat të cilët më tregojnë se çka unë duhet të bëj. Dhe kjo është diçka, unë asnjëherë nuk i tregoj dikujt në takim për biznesin e vet apo për punën e vet se si duhet ta bëj. Nëse ne mund të diskutojmë, jam e hapur shumë për komente, për këshilla në këtë rast, por pse duhesh të më tregosh vetëm pse jam grua, edhe shpesh them okay, e mendoj me veten një burri s'kishte mujt i thot dikush të më tha një gjë të tillë. Dhe mendoj që këto në aspektin ton, do të thënë aspektin ton kulturor sidomos, do të thënë janë shumë të shprehura në kontekste ndërkombëtare, për shkak se mbien me pas relacione ndërkombëtare edhe në punë, po edhe në Rotary, e vrej që në kultura tjera përfaqësimi është jashtëzakonisht ndryshe, nganjëherë edhe respekti është tjetër dhe pozicionimi, domethënë sepse edhe kur të rritën vajzat dhe djemë, rritën në të njëjtën mënyrë ta kenë, do të thënë vetbesimin. Por, çka mua më kanë ndihmu, unë mund ta ndaj këtë do të thënë si përvojë personale, për shkak se gjithmonë një kohë shumë të gjatë kur punon në konsulencë në burime njerëzore, deshte bësh pjesë e dinamikave të një vendi të punës. Edhe pse je i jashtëm, po ti gjithmonë ke më bë pjesë e kësaj. Dhe është shumë e rrezikshme nëse nuk punohet në vetreflektim, nëse unë nuk vetreflektoj, është shumë e rrezikshme që unë mund të internalizoj ato veprime, së pari, mund të bëj diçka të cilën jam e pavetdijshme. Kështu që unë gjithmonë një kohë të gjatë, do të thënë vetë reflektoj dhe mundohem do të thënë që këtë nevojën për të arsyetu, do të thënë ta zvogloj, e cila nganjëherë është e lidhur edhe mënyrën tonë të rritjes si kulturë, dhe cilat janë dhe unë metodat i kam jashtëzakonisht do të thënë të ndryshme se si e bëj vetë reflektimin, do të thënë e bëj në mënyra le të them në mënyrë të aktiviteteve që edhe mbaj dhe në trajnime. Po në anën tjetër unë jam edhe mësuese e jogës dhe merrem me meditim shumë, sepse kum pa që gjatë karrierës kum pas nevojë të bëj diçka e cila është shumë e ndryshme, që mu ma lejon qetësinë e mendjes, po kjo mu më bën udhëheqëse dhe më të mirë, sepse unë mbes në atë që kam unë autentike, edhe nuk kam nevojë do të thënë të bëhem prej asaj. Por është e vërtetë, do të thënë që kur të jesh një grua, pritjet janë të tilla. Nganjëherë më pyesin shumë shpesh për shkak se unë kam natyrën e punës që mbie gjithmonë të prezantoj dhe njerëz e perceptojnë që unë nuk kam stres ose thjesht vesh dalë dhe flas dhe më thonë se si e menaxhon atë në situata të tillë, them po është jashtëzakonisht e rëndësishëm që momentin kur unë e shoh tendencën e tillë, dha në situatën e caktuar, pavarësisht a takim apo është situata në përgjithësi, unë vetëdijsoj dhe e pranoj që kjo po ndodh. Edhe do të thënë në mënyrë të vetëdijshme, nuk e lejoj do të thënë që unë të arsyetoj vetëm pse do të thënë pse është i pranishëm vetëm për shkak të aspektit gjinor. Mirë, do të ndalim dhe të diskutojmë pak për arritjet e Rotary Club që ka pasur ndër vite dhe gjitha ato projekte që ndoshta aty të kanë lënë përshtypje sa ke qenë